Dashur shikues të podcastit Lojtari 12, jena me episodin e radhës. Një falendim veçantë për sponsorët tanë Xcoins, Taktika dhe Uidea. Sot afër meje është patjetër që një tifoz, po para tifoz është edhe ish gazetar, ish komentator, një as i madh i futbollit. Afër meje është Arber Logja. Arber, faleminderit për kohën. Faleminderit që më keni ftu, kënaqësia është e imja që jam prezent këtu. Mirë se erdhe, edhe po du me ditë mas parë që ta libra më rapa ashtu që kom që shpëdokën a kinaj. Shumë. Preferencë për ishtë të Po, definitivisht Carlo Ancelotti është. Jo, Messi. Bile ju lavdrova këto off record kur ishim që qenë ka shumë me stil kjo. E kom pa pak me sekuenca podcastin e juj, por nuk kam rastis me le të themi me bove mendit e detajet. Dhe pas ka detaje shumë të këndshme që po mbojnë mëni shumë komod. E kem pas një farë përparësie për Leon e Maradonën me figura, po tash e kanë prodhu dhe Cristiano për këtë juve që keni pas kërkesë, kuptohet është një përmban vllajve, pas s'kena gjetë. Arber, po du me nis aty ku është këtë tema edhe po dihet tash kampionati botror të hala më vonë, Champions League. I pam dy gjysmëfinale fantastike, po narim te çka e fundit, që ke më emocionuese dhe më kontroverse. Bayern Paris. Konkretisht po du me të pyet, i ki pas do postime të shkrime për këta që të njohin aty që të përcjellin, temi kontroverse, po më po thojmë që thonë unpopular, kuptime që si e pajtu me të tjerët. A ke penalti, a ke karton i kuq? As nuk ke karton i kuq, as nuk ishte penalti. Kuptohet, kam edhe argumentet prapa, unë për shembull shikoj futboll për një kohë bagë gjatë. Gjithashtu kom punë profesionale si komentator një përvoj prej 2009 deri në 2025 dhe ende nuk mua ka rastis të akordohet penalti kur pastrohet topi nga një mbrojtës dhe preket nga bashkëtari. Këtë më thonë rasti i parë për Joao Neves po folim. Po, te rasti Joao Neves. Ndërkohë unë kisha përshtypjen që Lajmer i kishte marrë topin me dorë. Edhe fillimisht mendova që është do thotë si foul play që i thojnë te rasti Nuno Mendes. Mirë, por nëse shikoni edhe ku bëhet prekja topit me dorë nga Nuno Mendes është në një pjesë e cila Nuno Mendes mund ta hap pa kran, por e ka kran në mënyrën që edhe po ta kishte shuplakën këtë pjesën e poshtë me dorës të mbyllur, topi përsëri do të prekte në një pjesë e cila nuk të ndërshkohet me karton të verdh kur preket ashtu me dorë. Megjithëse tash aty ke dilema për Lajmer, sipas gjitha gjasave, arsyeja pse u nal faul për Bayern është sepse ke handball për Lajmer. Po u mendoj që për shkak që ke rasti dyshim në dy anët, edhe te Lajmer, edhe te Mendes, mos më kthy vari diçish. Vari nuk shik, po pikërisht kjo protokoll i varit nuk ndërhyn në kartona të verdh. E ki parasysh. Vetëm nëse është për shembull ndërhyrje brutale, është jap karton i verdh. Potencial për të kuq për Mendes, sepse ajo pa të verdh. Po, potencial për të kuq shikon vetëm ndërhyrjet brutale, le të themi, ka pas ndërhyrje brutale. Gjyqtari ka dhënë fillimisht karton të verdh, edhe opinioni i dytë i varit është shiko se fauli është shumë i ashpër dhe mund të kualifikohet për karton të kuq. Ndërkohë për handball dhe këto detaje tjera që të kujtohet ai rasti i Kosovës me Muricin, që e merr kartonin e kuq Rumanis, nuk mundet me ndërhy vari, ja hek për shembull kartonin e verdh sepse është i njëjti rast është edhe ky. Mendoj që gjyqtari ka qenë shumë i mirë, kuptohet në sytë e tifozëve të Bayernit shumë kontrovers. Presion ka pas shumë. Ka pas shumë presion dhe më pëlqeu që asnjëherë nuk ju dha presionit. Sidomos që ka qenë vendas Bayernit, që ndikon shpesh. Ka qenë vendas, masa ishte në radhët e Bayernit, plus edhe banka ishin shumë zëshëm se sikur për fatin e gjyqtarit rastet që ndonin kur ishte krahu i Bayernit. Edhe mundësia me bëu atë presionin të gjyqtarit. Nuk ka çfarë ndodh gjatë historisë kur ka qenë i lojë vendas. Që është ndikur feri. Absolutisht. Thon ndiku, po mbas ka marrë më pëlqeu shumë Pinheiro. Nëse s'ka pa ishte ashtu, bjavni për mos. Unë e parë do postime që është portugez referi. Po portugez. Edhe dolën do lajme tash, po dia kanë pas për një met do me postime që thanë në ku 6 shqiptar portugez të Parisi. Po, që ka pas favorizime. Më në që s'ka refer që gjeo partizan karrierën për një. Jo, nëse shikojmë ashtu te rastet e spanjollëve, që ju ka ra shumë te anglezët ka shumë futbollist spanjoll që luajnë. Edhe në rastet e ndryshme gjyqtarët spanjoll sikur edhe janë dukur që po marrin vendime kundër lojtarëve ku ekipet e tyre luajnë. Andaj nuk mendoj bile ai nuk arrin edhe me perceptu kush çka se çash është e shpejt loja. Madje është një deklaratë e Massimiliano Allegri në vitin 2022 21 në fakt, pyesin në një emision si është një ndeshje e Champions League-s. Edhe reagimi i tij parë është me dëshmu që shpejtësia e lojës është
thot 200 km/h. Sidomos tash me këto kamerat që kanë vendosur referave, e shohin perspektivën e çështë afrohet lojtore, çështë shpejt edhe. Do thon ai ishte sikur të thonë sikur hienat ku të vinë këtë për ne. Referi kështu të qyrt mos atë me kontrollu. Për shtanë ashtu kjo rregull që veç kapiteni më fol. Me fol, absolutisht është shumë e vështirë. Edhe njerëzit mendoj që ka pasur deklarata të fundit nga Antonio Conte, ku ka thënë se duhet edhe gjyqtarët bëjnë jetë profesionale. Çka do të thotë kjo? Se gjyqtarët ta kenë vetëm punën si gjyqtar, referi i futbollit. Jo me kon polet sikur Howard Webb. Jo, po shumica e gjyqtarëve kanë edhe një punë tjetër. Nuk kanë atë jetën profesionale që bëjnë vetëm gjykim të ndeshjeve futbollistike. S'është arsye që s'paguhen bre. Ata paguhen, po jo edhe ndoshta ndeshjet e Champions League-s, por pagesat në këto përveç Premier League-s, në këto liga tjera elite, sfundi kam lexuar që edhe Bundesliga pak ka rrit këto përfitimet për gjyqtar, për ndryshe të këto tjera nuk kanë edhe aq pagesa. Po qërë tash ta solitarët në një marrë, që përdi, qërë presioni është i madh, adin është sukur puna e policit që për shembull duhet më konë përgjegjës për çka do që ndodh, po tash përdi adin referat, unë gjatë thëmë bëja i garë, thëmë adin 2 sene të çfarë bukur njetë, portierë dhe refer, sepse barra dhe faji gjithmonë është Okej, refer, po pse portier jo portier. Për shembull ti mundesh mbrojt 90 minuta mirë ti një gol pa herë. Rushdi Berberi, një nga trajnerët këtu vendor të portierëve, nga më të mirët dhe historikisht një nga me më përvoj, thonte portierët, ai trajneri portierët gjithmonë thonë janë jetim. Thonë janë se trajnojnë larg ekipit, kanë tjetër regjim stërvitjeve, thonë trajnerët janë shumë respekt dhe përshëndetje për Agjen Rushdi. Përshëndetje, është edhe rasti Loris Karius, domethënë që ka pas finalin 2018, tek start 2026 është bo stabil me Schalke. Është rasti i portierit Kinski me Atletikon që bëni gabime, po që u shpagu, mbrojti kundër Wolvesit një pritje të mirë. Po te rasti portiera po nuk kom pas gjatë në sen thosha, këta përpas që janë abedin që po thotë jetim, është ato puna që këta e kanë karrierë më të vështirë sepse kudo që shkojnë e kanë veç një vend për me luftu. Pra mes fushori e di që ka 4 pozita. Sul mund të thotë ikon 3-4, mbrojtësi 4-5. Portieri di që kudo gjasa janë më të vogla. Vogla me lujt, me bo pak një huq. Se si respekt për këtë portier për ata që vuan portier. E për t'ju kthy asaj, po mend portieri Neuer kishte një paraqitje fantastike dhe mendoj që Bayerni shumë janë marrë me gjyqtarin edhe në ndeshjen e dytë, por edhe në të parën. Ndoshta edhe ajo ka qenë pak e egzageruar në ndeshjen e parë penaltia në prekjen e Alfonso Davies, nëse të kujtohet në ndeshjen e parë. Pak më e kuptueshme, sepse ajo më e kuptueshme se e bllokon. Sepse thuhet se ka pas një prekje me trup, e zakonisht kur bëhet prekja e parë me trup, po është kategorizohet si çka. Edhe që kjo është temë për diskutim. Nëse devijohet le të themi prej trupit, edhe topi të shkon në drejtim tjetër dhe ti e prek me dorë, ajo nuk është prekje me dorë. Mirë, po nëse e ndal krosimit, është sepse hajde të marrim një rast, është një mbrojtës në zonë, dhe temi mbrapa ti është golla, që vjen nëse dikush ka shujt, mos ti shkon lojtari shkon goll, që s'dihet çfarë. Është vërtet, po. Okej, pelojmë që tash zakonisht krahas kur i bjen në gjuhë, tonë në dorë, në bark, më metron bark tonë në dorë. Pelojmë që i bjen topi në gjuhë, tonë në dorë. Tash okej, ky s'ka pas faj që qarrë këtu. Po tash se ekti që dorë, topi shkon goll. Goll, po. Ose ti ka shumë rregulla që duhet më qyr pa. Po këto japën realisht, këto japën si penalti, çfarë sa ka. Është më ndodh bashkë. Po, nëse po e zemi prej gjurit mase e more si kështu dhe topi po shkon te një le të themi lojtar sulmues që do të bënte gol edhe ju e keni prekur me dorë numërohet si pa kujdesi dhe nëse dora nuk është në pozicion natyral zakonisht unë nuk jam ekspert po çfarë kam lexuar edhe çfarë shoh. Ekspert besa as referat më duket që në ekspert apo. Unë deshta dje me një postim me Boja Gara më thonë që vetëm një mënyrë mund mbyll polemikat për handball, për prekjet me dorë, është me nis lojtar të lojën me dorën pranë. S'ka ç'është bjen. Po shumë problem. Po nalëm prapë te vari, sepse po duam të fol për çështjen e varit përgjithsisht implementim. Vari ka nis diku në 2017 te do liga, po pastaj tani debutimin e ka bën botrorin e 2018. Më më mbelokon ndeshja e parë që është përdorur vari në më në Francë, Australi. Është një gol e Pogbas që bëhet, tani bëhet penalti. Çush e ki pa varin për këto 8 vite, po mendoj. Dikush thotë ka jek emocionin, dikush thotë okay, ka jek emocionin, po është i saktë. 1 milimetër, s'ka lidhje, është i saktë. A ka mundësi për përmirësime, a ka prish, a ka ndreq, apo po unë nuk do të isha ndoshta fansi më i madh i varit, por hyrja aty ka qenë e nevojshme sepse e kemi pash sa më shumë shpejtu loja, nevoja për marr vari ka qenë e madhe sepse gabimet e gjyqtarëve vetëm se shkonin e rritesh. E kujtojmë 2010-ën Frank Lampard. Megjithatë ka goal line technology. Po goal line, po megjithatë ka qenë aq e dukshme që eklatante që
këto gabime kanë ndiku, pastaj që të mirët vendimi për marrëdhënien. Në fillim implementimi i tij ka qenë shumë i dobët, sepse merrte kohë, gati shikoi çdo gjë, pastaj krijimi një protokolli edhe ndryshimi i tij vit pas viti ka ndikuar që ndoshta mos humbet krejt shpejtësia e lojës. Le të themi edhe ato ndërprerjet ku duhet ndërhyj vari të jenë vetëm në ato gjërat e mëdha. Mendoj që është duke bërë punë të mirë, sfundmi e kemi parë në raste të mëdha, vari po i përmirëson, po arrin me bot vetën, mirë po edhe në shumë raste po egzageron. Tani do të ndalë autoriteti referit pak ka humb pak, edhe i Jansorit, i cili për shembull te çështja offside-it, ndoshta është i sigurt, po do të më prit se po i pet goli, po gëzohet, ajo ka dalë tarse. Thot mendoj që në disa raste unë do të isha fan i cili t'i jepja përsëri më shumë autoritet gjyqtarëve që janë në fush, vetëm për gjëra shumë të mëdha dhe të dukshme të ndikohet, do të thotë të ndërhyjet me VAR. Për shembull, po fokusohem te një rast në Champions League që ka qenë, nëse të kujtohet loja gjatë kësaj league stage Inter-Liverpool, një penalti që për një tërheqje shumë të lehtë të Bastonit, fiton Liverpooli dhe Interi mbet jashtë, i bie me Bodo Glimtin, nuk shkon top 8 edhe eliminohet. Po një rast tjetër që po thu për Ansor, mase për mëne, nëse marr mend që në finalen e 2024-tën, Real Madrid-Bayern, kur e kthen rezultatin Real 2-1, atëherë është një rast në fund që e çon flamurin për offside, Delikt ka shujt, edhe ka shënu gol, Ka shënu gol, në fakt tash nuk e di as ku ndal loja, do të thonë ideja sipas Delikt ka qenë offside, po ka qenë dikush tjetër. Me lon aksionin për përfundu, atëherë me çu flamurin. Po ka shumë raste, po unë po shpresoj që botrori që po vjen mbas kam i bëu do fare. Le të shpresoj. I bëjnë do fare prova gjatë në botror. Mirë, po nuk jam edhe më herët kam qenë më kritik ndaj varit, por duke parë që në shumë raste ka kryer punën e vet si duhet, mendoj që nuk ka qenë një shtesë e panevojshme, por ka qenë shtesë e nevojshme. A mund të rregullohet më mirë? Mund të rregullohet më mirë. Na është mirë me ngu Arsene Wengerin, jam ka lexuar librin tash. E ka atë idenë se ajo është shef i zhvillimit të futbollit në FIFA dhe e ka atë idenë për çështjen e offside-it. Tash se di përmend që akon 70% 30 për trup të offside-it në kon maknej. Vetëm thot jo, ai realisht nëse zgaboj, te Arsene Wenger thot tjetë offside vetëm nëse është 100% e trupit sulmuesit për te mbrojtësit. Thot nëse është 70%, si shumë mirë përmende, atëherë mos tjetë offside. Nëse tjetë 30% ajo edhe më heq. Thot ideja e tij është për tash ka kualifikohet si 100%. Është pak e vështirë. Shumë ka nevojë që tash. Sepse le të themi ajo është 100% me trup, por vetëm me muajin e gishtit 1%. Do të bën shumë. Problemi është që tash futbolli sikurse edhe jeta normal që ka jetë me zhvillimin e teknologjisë, ama u mendoj që prapë do të pas një farë naturaliteti. Po tani kur ka tifoza, se unë gjatë kam thonë, ka tifoza që gjithçka kanë anku mas loje kur tu ekipi vet. Tash dikush ankohet që referi. Kur bo vari thëshin që tash më rëndësi sankohen. Po ndohet që hala ankohen. Çe i bën fjalë tjera, çka do që del, çfarë do lloj teknologjie që del prapë kanë më anku njerëz. Po tash ka njerëz që thonë që këtu njerëz kur zakon vari që të lojë se kishte fituar për shembull Barcelona ose Real kështu. Polemika ka gjithmonë, po gjithsesi po ta gjeveni një perspektivë sepse tash që komentet i kiko gjak këtu unpopular. Jo gjithmonë, nganjëherë mirë po nuk e di pse mbron u acaruan edhe shumë njerëz nga adjadin e marrin edhe pak personale, në divergjencat në opinione nuk janë asgjë personale. Unë mund të mendoj që dikush po bën punë mirë, ju mund të mendoni mos bëni mirë, edhe aty pajtojnë për mos tu pajtu. Mirë po e marrin edhe personale, pastaj tentojnë me denigru palën, a mendoj që ajo është italianët kanë një shprehje, nuk e di si ta them, kështu është maleducazione. Kështu që ata kualifikohen si të tillë, mendoj që edukata jonë duhet të jetë ajo e tillë që të pajtohemi në divergjenca, sepse divergjenca dhe kritika ndaj njëri tjetrit kur janë me argumente, vetëm se na bëjnë më të mirë. Patjetër. Orë për rrim të finalja, po do më fol tash për rrim të Champions League, po rrim për finale. Paris Arsenal. Domethënë Parisi po dihet më çka të bëjë 2 vite, Arsenali po kthehet mas 20 vjetëve. Ç'është shë? Mund në bilen nuk e kom besu që Arsenali do shkoj në finale, nëse bëhemi sinqert, kom pa një ramje të formës, sepse Arsenali ka një sezonin në mënyrë shumë dominante, sidomos në Premier League, fiton të ndeshjet me gola, ishin shumë superior, duke një skuadër shumë mirë përgatitur, duke ditur që edhe fondi është fantastik. Por kur pash atë rënjen, vrej pak që duhet një dorë një trajneri i cili e ka përvojën se si të fitoj dhe kisha përshtypjen që Arteta nuk e ka atë. Mirë po në këto 3 ndeshjet e fundit, Arsenali tregoi kompaktësi,
nuk luajtën keq me Atletikon, pat edhe aty epizode që ndoshta kanë mundur të shkojnë në favorin e njëra tjetrës, por shkoj si shkoj dhe besoj që Arsenali ishte skuadra më e mirë dhe meritoi të kualifikojë në finale. A ka mbrojtje më të mirë në botë Arsenali? Jo. Po thuj jo. Nuk e ka. Vetë 6 golla psu me Champions League. Po nëse vetë Chelsea ka pas 8 në 2021 që u bë kampion. Arsenali ka 6 plus më shumë ndeshje luajtur. Nëse shikon edhe me skuadrat të cilat është përballë në këtë pjesën pas ligës, e sheh që është përballë me skuadra që nuk shënojnë shumë gola, si të tilla. Është përballë për shkak në gjysmën finale me Atletico, në çerek finale se harova me kondishte me Sportingun. Sportingu ka shënuar shumë gola vetëm në ndeshjen e dytë kundër Bodo Glimtit deri aty Leverkusen. Po. Thotë edhe Leverkuseni ka lëngu, thotë kjo e ka favorizuar Arsenalin. Dhe në këto ndeshjet me eliminim ku janë 2 ndeshje, Arteta pati një çështje shumë më defanzive se sa që ka pas fillim të sezonit. Po. Arteta sa më shumë ka shkuar sepse është absolutisht. Dhe kjo e ka shërby për mirë. Mirë po, unë nuk po besoj që ka ndonjë mbrojtje që mund ta ndalë Parisin në aspektin ofensiv. Paris është ndër skuadrat më të kompletuara, nivel ofensiv, kanë futbollist në roster, thellësia nuk mungon as ofensive as defensive. Para një sezoni se kanë dalë. Zaranin në Emirates, 2 në Paris. Po. Kushtë normalisht do të marrim sim pak Arteta, mendoj që është trajner që dimë reflektuar. Po tani është ndiku diçka? Pa dyshim, por edhe ka më shumë përvojë, dhe tani më njeh Luis Enrique dhe din çasën, por dallimi është se tani është vetëm një ndeshje. Përgatitja e ndeshjes bëhet krejt ndryshe. Finalja përgatitet ndryshe, gjysmë finalja përgatitet ndryshe, çerek finalja përgatitet ndryshe dhe nuk do t'i bëj shumë dobi kjo lufta me Manchester City-n. Arsenal ndërkohë PSG është komode dhe ta humb Ligue 1-in. Ki para se vetëm ta bëj back to back, ta bëj 2 radhë në Champions League. Pas Reali që ka marrë dhe Milani tot në 90. Po, bravo. Për Parisin folna pak. Për Parisin më do të diç. Parisi mendoj që është skuadra më fluide, më organizuar. Janë një skuadër që janë të përgatitur jo vetëm fizikisht, teknikisht, por edhe taktikisht. Luis Enrique gjithashtu është në kontroll total të secilit nga futbollistit. Luis Enrique për momentin. Kur gjë mos pa çbo, boll për faktin që e ka kthy që të far mitin që me yje mund të bëj diçka. Do thonë heki Messi, Neymar, Mbappe. Kvaratskhelia dhe Dembele kanë dëshmu që e kompletojnë njëri tjetrin. E kemi parë në këto 2 duelet. Për shkak të pressingit që bojnë edhe që luftojnë për çdo top. Pastaj edhe kur i shton vlerat si Desire Doué, një mes fush shumë mobile siç është Vitinha, Joao Neves, po që Zaire Emery, po që edhe Fabian Ruiz që për mua është një futbollist top elegant. Ti shkon Mbappe, a kish marrë Champions League-n? Nuk besoj. Arsyet mund të jenë, po është bërë tim sepse Mbappe është një futbollist dhe e kuptoj që egoja e tij është levatu që kur ka qenë fëmijë. Dhe ai nuk mund ta ndryshoj egon e tij dhe aqasin e tij në futboll brenda 3 apo 4 muajve. E ke parasysh? Pastaj ajo video e famshme me Luis Enrique tash që kanë pa këtë bota për çështjen e kthimit mbrapa kur krahason me LeBronin, që thon me Michael Jordanin kur krahason, që thotë ai është shumë i fortë, është kthy mbrapa, aty Mbappe duket që ka ngu. Po tash ajo ku ndikon çerek finale Ligë Champion 2024. Para se me Dortmundin Parisi. Po tash Mbappe tash s'po di, ka pas më shumë besim në Real, apo thjesht ka thonë hajde në golla po bëjmë Paris. Megjithëse golla ka bëu në Real. Për më koni sinqert, për mi ka 10 golla sa i ka. Po Mbappe tash bën një far aty tash njerëz po nxjerrin gjithmonë paralele krahasime, se që është Mbappe Realin e boni temi një far paksuzi, e kënej Parisin e pështaj. Realisht edhe ndoshta me të drejtë shumë tifoz kanë humbur pak këtë vlerësimin për Mbappen, nëse shikon 2 ndeshjet me Bayernin, ekspozohet edhe Vinicius edhe Mbappe që nuk kanë bashkëpunim dhe komunikim që duhet ta kishin për të fituar. Kasuni e kanë pas, se golla e 3 që erdhë po mendoj në Altarena. Ka shumë kundërsulme ku njëri tjetrit që sikur të ishin më bashkëpunues, ndoshta do ta eliminonin Bayernin. Se muj me izolu nëse hymi të kjo përmbledhje të ndeshjeve 4 ose 5 raste në kundërsulme ku Reali ka përsi numerike, edhe ka momentum dhe edhe Vinicius edhe Mbappe kur kanë topin nuk tentojnë me bashkëpunu, gjë që e vrajnë atë shpirtin e kundërsulmit edhe përfundon pa shënu. Çto 3 milion në nënshkrime peticion, a mendon që ka më ndiku diçka me largu? Ndoshta me largu. Pasis kush vjen trajner, po më ndoshta jo me largu, por ja ulim pak. Egoja e tij duhet të
do t'ullet me veten. Po di sa janë vërtet ato, ama po doket që janë, edhe po sikur edhe mos jenë vërteta, vetëm spekulimet do ta bëjnë Mbappén, mendoj pak se ai po del tu kesh sa po dia pianin fort, sa ai do po ti fort. Besoj se egocentrike. Po, ai është egocentrik, por nuk besoj që ka qenje njerëzore që llafet kur të shpeshtohen shumë nga rrethi nuk të pengojnë. Nëse vjen Mourinho, a kfill, fakt është i vetmi që kishte me kfill për shkak se dihet ne na dy Mourinho. Chelsea Inter. Mourinho për shkak të aftësisë për disiplinu grupin, mendoj që kish me fut në sistem Kylian Mbappé, mirë po edhe Mbappé duhet pranoj sakrificat që do të kërkohen nga ai, nga një trajner si Mourinho, sepse kemi parë to kur ka pranu sakrificat t'i bëj për skuadrën se fitoi Interi Champions League, kur ka fitu 2 Premier Liga rresht, kur tregon se si Drogba është sakrifikuar për skuadrën që mos të bëj gola, por të bëj punën që të vi krejt skuadra te goli. Do të ka aq shumë shembuj për Mbappé në të kaluarën që i ka ndodhur Mourinho me lejtar të mëdhenj, ndoshta asnjëri s'ka qenë me kualitete të Kylian Mbappés, sepse dim që Mbappé për nga ana përgatitjes teknike, fizike dhe inteligjencës së lojës është po një monstrum i vërtet dhe potencial për top të art, megjithatë për shkak të egos se ka dështuar. Do mik pa koha potencialit. Arber, para se më dalë të sfida meritar, po du me më fol konkretisht për finalen që është shemë rezultat. Edhe a pret që ka me pas demolim sikur vitin e kaluar. Ka dhëna pak. Unë mendoj që nëse le të themi e përsërisim atë ndeshjen Inter Paris, asnjëherë interesu mo 5-0. Mirë po, kjo ndeshja me Arsenal do të jetë ndryshe, sepse Arsenal është një skuadër që ka përgatitje taktike jo as të përshtatshme për të përballur Parisin me ta. Gjithashtu fizionometria e skuadrës si totale Arsenalit nuk është shumë e përshtatshme për Parisin, sepse janë korpulent, mund të fitojnë duele pa top, janë shpejt, mund të përcjellen, mbrojtje shumë. Mirë po, nuk e dia do të ketë zgjidhje për këto lëvizjet zonale që i bën në mënyrë ofensive, pressingun që e bëjnë shumë mirë, Kvaratskhelia, Doué dhe Dembele. Do ta favorizoj apo dyshim përsëri Parisin. Megjithëse është pak poetike në kuptimin që është sulmi më i fortë, më efikas me golla, me mbrojtjen më efikase, sigurt ose më të. Kështu që donë tash folim për finale, po do mendoj që ka me kon ngusht. O koni periudhë ku kon 4 finale rresht Champions League 1-0. Po Toni Paza. Po kon më thonë ta kujtojmë. Chelsea 2020 Bayern Paris, 21 Chelsea City, 22 Real Liverpool, 23 City Inter. Na prishi pak Reali edhe. Po madje edhe ajo ndeshja City Inter 2023 ka qenë shumë interesante nëse të kujtohet Interi që kishte le të themi atë rrjedhshmërinë që nuk e kishin pritur ta ketë Interi, ndërkohë City e bëri atë çfarë pritej që do ta bënte Interi. Mirpo finalet parashikohen, finalet fitohen nga skuadrat, andaj e shumë me kualitet Parisin. Atë janë as çështyna as çfarë gollash bën aty veç me çukupen. Po. Arber si një si malli futbollit i kanë ato. Faleminderit që kualifikacijet e tillë nuk do ta bëja vetë. I kanë ato lojtarë që bëjmë krahasime sepse janë ikona të kohës që kur nuk kam më thonë, kur nuk bëhen bajat të folë për ta, ti qas para syve një përgjigje, që rukon ajo. Një arsye, një përgjigje, çka do? Po. Zidane Ronaldinho. Ua, sa e vështirë, seriozisht. Unë e tham, një magjistri i topit o një IQ, të më thonë. Do ta zgjedhja Zidanin për shkak konsistencës, edhe jetëgjatësisë me më shumë sukses në karrierë, ndërkohë Ronaldinho, nëse do ta zgjedhja do të ishte për shkak të aftësive të lindura. Mirë po, gjithmonë puna, konsistenca e mposhtë talentin, andaj do ta zgjedhja Zidane. Që Ronaldinho këtë thonë që na ka bu me po të dy janë top jashtë futbollin edhe absolutisht. Që ka kesh në stop ku ka luajtur futboll. Ajo mendoj që ka shumë rëndësi. Kena dy tjerë që besoj që i përcjell më shumë si padrues i ligës italiane. Totti Del Piero. Totti kampion bote. Pjesa e Italisë më mirë ka luajtur. Po, Totti është dytë do të shquhen për lojalitetin, mirë po impakti që ka pas te klubi vet, te skuadra, te Scudetto, te gjithçka tjetër, Francesco Totti. Mendoj pas Roberto Baggio është futbollisti i dytë më i mirë italian, Francesco. Figlio di Roma. Po, është sare shikoj, madje që e përmende. Më jep emocione shumë të mëdha. Unë stash në Romë para të muajve. Unë s'kam pas fort klub, më thon favorit në Itali, prej që shkoj kom pa Romën e ditë. E kam mundsinë, kam bilet me shku me pa Inter Lazio. Për Kupën e Italisë. Po, finalja, duhet negocioj me gruan. Nëse guxoj çka apo jo, pak shaka. Po pak të Anglia, Arber. Kjo është një debat që nuk
largohet kur. Wow. Lampard, Gerrard. Tani mund të më godas ajo përzgjedhja që e kisha për jo, Scholes mendoj që është më i mirë se të dy. Se dytë. Po. Mirë, po në këtë rast do ta zgjidhja Steven Gerrard, I know, pedi që... I urojmë ardhjene në zyre, ja kom lezu libren. Gerrard filloi karrierën te Liverpool e përfundoi fatkeqësisht pa një Premier League, faktori Mourinho, mirë po impakti i tij në ndërtimin e skuadrës dhe madhështia që ka pasi klub Liverpooli. Personifikimi i kapitenit. Ka qenë personifikim Gerrard, përkundër që Lampard një fitues serek, një futbollist që do donte ta kishte çdo kush, mirë po kualitetet mendoj që kanë qenë për Gerrardin dhe Champions League e fituar me Liverpoolin që nuk ka qenë ndoshta favorit, dëshmon për ta. Dalim te kategoritë e rona, në fakt. Po. Pas mat ronat, është dy mbretat patjetër. Diego i El Rey. Fatkeqësisht unë s'kom pas fatin ti përcjell Maradonën pak në 94-ën si fëmijë. Më jep libra ti kam dash lexoj. Faleminderit me shumë kënaqësi. Do ta zgjidhja Maradonën për faktin që Maradona unë jam fan si atyre që i kanë dhënë një dimension të ri futbollit. Pele ka qenë një golashënues serik, profilik, çka do që mund të përmendesh është nga më të mirë dhe serioz. Mirë po Maradona, nëse shohim driblimet që i ka bërë Maradona, pas ti kanë filluar pothuajse të gjithë tentojnë ta kopjojnë atë dhe impakti që ka pas në rritjen e futbollit që ka Maradona. Rrugës, një rebel, një diçka dhe është një persona që nuk ka pas më në futboll, andaj do ta zgjedhja Maradona. Unë kom thonë, nëse Maradona s'kish bo çka ka bo jashtë futbollit, por pas që unë kisha qitë më në parë para Leos, edhe bota kish pasi. Megjithëse bota hala e shesi më të mirë në histori, ose Leo e këta tjerë të një. Krahasimet i ke shumë të vështira, më besa. Po ta shpesoj që po flas po. Pedi çapo të fundit është. E nuk mundemi me ik, a? I urojmë telefoni rrot për ta peshë. Edhe telefoni se bajti presionin. I urojmë edhe Cristianos ardhin në zyrën tonë sepse sa kanë pas, kështu që Leo dhe Cristiano. Unë për një kohë jam quajtur nga shumë tifoz të futbollit, pse kam pas fatin të jem një kohë gjatë komentatori i La Ligës dhe ato duelet e famshme në El Clasico kam pasur fatin të komentoj, ka qenë është një pjesë që ndihem shumë krenar që kam pas fatin të le të themi përshkruaj çfarë po bënin të dy, mi komentuar lojët e të dyve. Do ta zgjedha kuptohet Lionel Messin, Leo Messi për mua. Leo Messi mendoj që është lojtari i dytë më i mirë i gjitha kohërave. Mos e gut me thon parën që tash kena medalë aty. Po, okay. Është lojtari i dytë më i mirë i gjitha kohërave, për nga ana suksesit është i pakrahasueshëm me asnjë. Mendoj që Leo Messi përveç se ka dhënë shumë futbollit, shumë njerëz sot pse e duan futbollin, është fakti që Leo Messi ka ndikuar, jo që Ronaldo s'ka ndikuar, gjithashtu ka ardhur si i shtypur, ka ardhur si dikush që nuk është parë, themi problemet shëndetësore, është rritur. Ndërkohë dhe Ronaldo është padyshim aty, por në këtë situatë do ta zgjedhja gjithmonë Messin. Nëse do ndërtoja një skuadër. Tash kemi na ndërtu. Kemi na ndërtu në top 5 shët historisë. Nisja nga 5 se shumica mysafirëve ka atë për emocione ka nisur prej të parit. Nisja prej 5, domethënë. Kush ka pëlqy pak më pak. Pedim që Leo në Maradona në pas ke çati offer. Po. Do të nisja numër 5 Maradona. Maradona i 5-ti. I 5-ti. Wow. Që tash në fillim të emisionit i ka domenime kontroverse që thonë unpopular. Unpopular, po. Numër 5 Maradona, kjo ndoshta për faktin që nuk ka arritur të jetë konsistent, po besoj. Konsistent për shkak të rebelit që ka qenë dhe nuk e ndoshta do të ishte i friksuar ta fus në top 3, numër 4 Cristiano Ronaldo. Okay. Numër 3 Zinedine Zidane. Numër 2 për mua është Lionel Messi dhe numër 1 është Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario i pari. Il fenomeno. Okej, je i pari, në fakt që e ke qitë në top 1, top 3 që kana pas. Kana pas edhe Angelin do që ka thonë. Pse i pari? Mendoj që dimensioni që i ka dhënë futboll, madje po emocionohem po flas. Çfarë kanë nisur që futboll, kur ka fillu karriera e tij, numër 6 Roberto Baggio, nëse më lejohet 6 lojtarë. Është absolutisht Ronaldo Nazario, fintet e tij ende kopiohen,
eksploziviteti që ai ka pas, loja pa top, loja me top, ideja se si ka driblu golat e shënuar, ka qenë që përmende për Mbappé një bish e pa ndalshme dhe nuk mendoj. Një paralele shpejt, ti thash Mourinho ki për qef. Po. Edhe Mourinho thotë që Ronaldo është lojtari më i mirë që ka pa ndonjëherë. Tani mas i rëndu kuptohet, po ai ka thonë që sipas tij, jo Cristiano, jo Leo, Ronaldo i mirë, sepse i ka rënë në kohën e nuk e pas na pa kur e pas ka thënë atë. Po më vi ka shumë mirë që më opinionet e ja janë. Atë mendoj që Ronaldo është i pakrahasueshëm, sikur të kishte fat për nga lëndimet, por lëndimet kanë ardhur për shkak që nuk ka pas jetë shumë të rregullt profesionale, mirë po për nga ana talentit dhe interpretimit të talentit, siç e ka bërë Ronaldo Nazario, brazilian. Ronaldo i vërtet është thjesht i pakrahasueshëm. Listë fantastike. Faleminderit që më vlerëson. Cristiano, Zidane, po, Leo. Zidane për kundër që ka qenë kundërshtari Ronaldo, unë isha me Interin ato vitet. Zidane, madje edhe ai se si edhe vet Zidane, masi po përmendim këto, e pranon që Ronaldo është më i miri i gjitha kohërave. Po kushdo që unë kam pa shumë podcaste tani është kënaqësi me pa shumë podcaste, sepse po mirret opinioni direkt dhe pa filtra, pa tentu ma shpejt, pa tentu mos po ofendon me djumin propa kush është, ose ajo mundesh me pa që kushdo që ka pas fatin të luajë edhe në kohën e Ronaldo brazilianit, edhe të Lionel Messit, mundesh me pa që e vlerësojnë Ronaldon si nga më të mirët. Ka mbrojtësa, me sushor, edhe ka njerëz që kanë fitu topin e artë, që e pranojnë që Ronaldo braziliano ka qenë il fenomeno, është o fenomeno. Po mdoket s'ka pas njërë ma të njëshme mbyll emisionin, sa me një futbolist kaq të madh, kështu që nëse do të thujmë edhe një fjalë për Ronaldon se na kënaq. Nëse do të kisha fatin të vi përsëri në emisionin e juaj, do të kisha pasur dëshirë që të bisedojmë më gjatë, jam ndi shumë mirë. Faleminderit. A bëjmë një emision veç për Ronaldo fenomenin? Me shumë kënaqësi do të merrja pjesë në atë podcast, ose nëse mund ta quaj, pasi pa ta mundsi edhe kështu pa filtra, pa të shpresoj që çka kam thonë nuk kam u acaru dikush. Jo, acaron pak ju kalon. Ju kalon po nxehemi shpejt e ftofemi edhe shpejt. Stagën atë 20 shqiptar. Arbër prap faleminderit ty shumë. Edhe na kena mund dëgjuar Petar Botrori, po janë duhet po analizat ato për Botror. Faleminderit shumë. Ka çka emisioni me Arbër Logjen, siç u thash, komentator, ish gazetar, njësi futbollit, Marakli Ronaldo fenomenit. Bina shumë shpejt ato këtu sa dënë libra ose në pikturë, edhe shihemi në episoda të tjerë.